I nderuar kryetari i Komunës së Vushtrisë, zoti Ferit Idrizi. E nderuar drejtoresha e Kulturës, zonja Medina Bunjaku. I nderuar autor, zoti Namik Selmani. E nderuara zonja Flora Brovina. I nderuar Baci Bush. I nderuar doktor Pajazit Plana. Të nderuar veteran të arsimit, përfaqësues të institucioneve shtetërore, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj. Sot jemi mbledhur në një çast që të i kalon një promovim të zakonshëm libri. Jemi këtu për të kujtuar, për të reflektuar dhe për të ndjerë praninë e një figure që vazhdon të jetojë në ndërgjegjen tonë kombëtare, presidentin historik Ibrahim Rugova. Libri Po ku je Ibrahim Rugova, i autorit Namik Selmani, nuk është thjesht një vepër letrare. Është një thirrje e brendshme, një dialog me kohën dhe me vetveten tonë. Nëpërmjet tij rikujtojmë jo vetëm një njeri, por një filozofi, një mënyrë të menduarit dhe një vizion që na udhëhoqi në momentet më të rëndësishme të historisë sonë. Në këtë pyetje të thjeshtë, po ku je, fshihet një mall i thellë, por edhe një përgjegjësi për të mos harruar dhe për të vazhduar rrugën e vlerave që ai përfaqësoi. Ky aktivitet i veçantë po mbahet nën patronatin e kryetarit të komunës, të cilin e falenderojmë sinqerisht për mbështetjen dhe për kushtimin ndaj kulturës dhe kujtesës sonë kolektive. Për të hapur këtë aktivitet, me fjalë që i japin peshë dhe drejtim këtij përurimi, kam nderin të ftoj të parin e komunës sonë, zotin Ferit Idrizi, për fjalën e tij. Të nderuar të pranishëm, të nderuar drejtoresh e kulturës Medina Bunjaku, veprimtari çështjes kombëtare i Bush Januzi, veprimtari çështjes kombëtare doktor Flora Brovina, i nderuar njeriu më i afërt i presidentit historik Ibrahim Rugova, zoti Adnan Merovsi, të dashur dashamirës të librit, të gjithë të pranishëm, veprimtar të asaj kohe të lëvizjes të lidhjes demokratike të Kosovës, veprimtar të rrugtimit të pavarësisë së Kosovës, me lejoni që në emrin tuaj dhe në emrin tim, t'i dëshiroj mirëseardhje shkrimtarit, autorit, publicistit shqiptar, zotit Namik Selmani, dhe ta falenderoj për punën, angazhimin, për kushtimin që të nxjerr në sipërfaqe vetëm një pjesë të rrugtimit të presidentit Ibrahim Rugova. Sot jemi mbledhur këtu në këtë sallë në qytetin e Hasan Prishtinës, trurit televizjes kombëtare shqiptare, për të promovuar librin e autorit Namik Selmani, O ku je Ibrahim Rugova, për të promovuar një figurë të rëndësishme të historisë tonë kombëtare, arkitektin e pavarësisë së Kosovës, doktor Ibrahim Rugova. Andaj ju dëshiroj mirëseardhje. Nuk do të maj fjalim të gjatë, sepse kemi shumë për të thënë, edhe one, edhe secili nga ju, sepse ishim pjesë e atij rrugtimi, ishim pjesë e asaj sakrifice, por po dua të them se në pikëthyrjen më të rrezikshme historike, kur Kosovës dhe shqiptarëve të Kosovës i kanosej një gjenocid, i ngjajshëm me atë që ndodhi në vitin 1877 në Sanxhakun e Nishit, ku boshatisen 720 fshatra dhe mbetin një territor plotësisht i zbrazur, e njëjta e priste edhe Kosovën. Ishin krijuar të gjitha parakushtet, ishin debuar nga puna punëtorët, ishin larguar nga uniforma policet, ishin qarmatosur nga mbrojtja territoriale, ishin uzurpuar shkollat, ishin uzurpuar universitetet, dhe sikur ky popull kishmet vetëm në mëshirën e Zotit dhe priste një lider që do t'i printe. Ajo kohë nuk ishte privilegj për ta udhëhequr një shoqëri në një situatë dhe në katrahurat e tilla. Timonin e drejtimit të popullit e mori një shkrimtar, filozof, atletar, që edhe ashtu ju kishte kundërvua në regjimit serb, sa ishte kryetari i lidhjes së shkrimtarëve të Kosovës. E mori drejtimin
e një lëvizje gjithë popullore, pa dallim moshe, e quajtur Lidhja Demokratike e Kosovës. Dhe ne kemi nderin dhe privilegjin që pikërisht ky përurim i librit mbahet këtu ku u themelua edhe dega e parë e lidhjes demokratike të Kosovës në nivel vendi. Sot i duhet shumë profili i liderit Ibrahim Rugovës. Ishte njeri i qetë, ishte intelektual i thellë, ishte vizionar, që me punën, angazhimin dhe përkushtimin e tij, me mençurinë e tij, diti të depërtoj në arenën ndërkombëtare dhe të hap dyert e diplomacive perëndimore në Evropë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Shtëpinë e Bardhë. Sot vendi ynë ka nevojë për unitet. Ai ishte personi më unifikues. Por gjatë gjithë karrierës së tij politike, por gjatë gjitha intervistave të tij, asnjëherë nuk e kemi dëgjuar ta ketë ofenduar, ta ketë ndënçmuar, ta ketë sharë dikën. Ai kishte synimin e qartë, çlirimin e popullit nga okupatori dhe krijimin e shtetit të Republikës e Kosovës. Për të, pavarësia e Kosovës ishte kompromis, ndërkaq si fazë kalimtare ishte një protektorat ndërkombëtar që e rëndolli, që është shumë e logjikshëm sepse ajo fazë shërbeu për themelimin e institucioneve të këtij vendi, sepse ishim plotësisht një shoqëri pa institucione dhe jashtë institucioneve. Ai themeloi sistemin e pavarur, jo sistemin paralel, sepse ishte sistemi pavarur, organizoi arsimin, organizoi fondin e solidaritetit, shëndetësinë dhe gjithçka që mundi në ato rrethana. Andaj mirënjohje dhe respekt për të gjithë ata veprimtarë të cilët punuan me një përkushtim, me një vullnet, me një guxim, me një sakrificë. Dhe qëllimi u arrit fal punës, angazhimit, sakrificës, gjakut të derdhur, luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, kjo komponent e rëndësishme që të gjitha e kanë origjinën tek populli, të gjitha janë të popullit, kishin buruar nga populli dhe meritat i takojnë popullit. Lavdi e përjetshme jetës dhe veprës së Ibrahim Rugovës sot na mungon një profil i tillë që do t'i unifikonte faktorin politik shqiptar. Nuk jemi në rrethonat më të mira që t'i kemi gjithë këto përçarje, gjithë këto kontradikta, gjithë këto rrethje në mesveti. Kjo sallë kisha pas dëshirë me qenë mbushur plot e për plot, sepse vërtet ky lider shpirtëror, jo vetëm i shqiptarëve të Kosovës, po i të gjithë shqiptarëve në Ballkan, por neve që kemi i takojmë asaj periudhe dhe e dimi, ka merituar që vërtet ta kemi sot këtë sallë të mbushur plot në Kosovën e lirë dhe të pavarur. Faleminderit të gjithë juve që jeni prezente. Faleminderit i nderuar kryetar. E në vazhdim ftoj të marrë fjalën bashkëpunëtorin e presidentit Ibrahim Rugova, zotrin Adnan Merovci. Në një nga rastet e vizitave të tij jashtë vendit, një huaj u interesua dhe i tha, e kam një pyetje, president. Thot, ky djalë që po të rinë afër prej nga është, përgjigjja e Rugovës ishte, është nga një vend i tokës e i dheut. Është nga një vend që e ka tokën pjellore dhe mbi tokën e ka civilizime. I përmendi 3 reliktet që ndodhen që janë të famshme në Kosovë, në Vushtri. Kalan, Urën e Gurit dhe Hamamin. Të nderuar pranishëm ju përshëndes, e përshëndes autorin e librit, i cili na ka tubusur, pas fjalës së kryetarit, më duket çdo gerë me jemi atë tepërt, me gjithë përfshirje, me një vlerësim dhe me një intelektualitet lartë, me të vërtet më duket tepër çdo fjalë e imja. Megjithatë, do t'i them 2 fjalë për mos më zgjat shumë.
kryetarët përshëndes dhe të përuroj për këtë organizim. Në përgjithësi, unë kam promovu një libër timin këtu para disa vjetëve në një salë tjetër, nuk kanë qenë numër kaq i madh njerëzve dhe s'ka pas jehon qysh ka sot. Pa atërmbetje, Ferit Idrizi isha atëherë në opozitë. I përshëndes gjithë tjerëve, afër, i Bushinuzin, drejtoreshën Bunjaku, doktor Pezit Planën dhe të gjithë tjerëve një nga një. Doktor Flora Broinën, një simbol qëndresës dhe të intelektualitetit tek ne. Une mund të rikëtu me orë tëra trofejëm kom që ka rëfej, por si do që tjetë merita me madhe i takon ati që i ka shkru 3 fjallë. Ibrahim Rugova është një njeri që i takon tashmo historisë dhe nuk ka të bëj me tarafe, si që e tha dhe vetë kryetari. Unë e ves një detalj për e thëmë nga e kaluara që isha prezent dhe e pash me sy. Bashkë veprimi dhe uniciteti që u tregu në konferencën e Rambujes, mas një konferencë në Lodër, ku ishin 5 delegacione dhe as njena s'fliste njena me tjetërën, në Rambuje definitivisht ishte një unicitet dhe një bashkë fjallësi si as njëherë në histori. E pash, e ndjeva, e kum shkru, e kum thonë dhe do të them që bashkëpunimi në mes të historikut Ibrahim Rugova, me një njeri me Kaqurrela dhe djali i ri, me një qap të gatë, me emrin Hashim Thaçi dhe intelektualin e madh Recep Qosja, ky bashkëpunim dhe ky bashkëfjallim në momente kyçe të konferencës të Rambujes na ka bo që sot jemi na këtu ku jemi. Ma tutje, unë s'kam që ka zgjas, sepse e tha dhe kryetari atë që do të thonë. Ju falenderit. Falenderit për fjalën tuaj, zotri Merovci. Tani do të vazhdojmë një pikë muzikore nga solisti ynë, profesor Shaban Krasniqi, i cili ngjitet në skenë me këngën Për ty atë. Falenderojmë solistin ton për interpretimin. E në këtë moment kam kënaqësinë të ftoj një zotënjore të veçantë të letërsisë sonë, shkrimtaren Flora Brovina, për të ndarë mendimet e saj. Ju përshëndes të gjithëve që merri pjesë në këtë takim letrar, të themun, por jo vetëm kaq. Në veçanti duhet të falenderoj kryetarin e komunës Ferit Idrizin, i cili gjithnjë gjen mundësi dhe kohë
të na bashkojë për çështje të rëndësishme. Ai këtë ka treguar edhe me sakrificën e vet dhe të familjes, prandaj vazhdon që edhe në liri të bashkojë, të jetë bashk dhe më i fuqishëm, duke dërguar edhe mesazhe të rëndësishme për shoqërinë tonë, shumë të smur, kisha thënë në këtë moment. Faleminderit kryetar. Me stafin tanë, natyrisht shumë të dalluar. Motivi pse ndodhemi këtu sigurisht është një vëlla i yni i cili gjeti mundësinë dhe kohën që të vjen të ndanë punën e vet, mesazhin e vet, ta shpreh dashurinë që ka për këtë pjesë të atë dheut, pra për Kosovën, që asnjëherë nuk pushoj me fol për këtë pjesë sepse e ndjen me zemër. Aja është Çan, nga Saranda, Namik Selmani, i cili për Kosovën ka thuar vargjet më të bukura. Në këtë rast, ai ka përzgjedhur simbolin e paqes dhe kryetarin, presidentin e parë të Kosovës, qoftë në luftë, gjatë luftës, qoftë në paqë, Ibrahim Rugovën. Faleminderit që ndodhesh këtu në mesin tonë dhe së bashku do të marrim edhe librin kaq të bukur që duket, por në mbrendi sigurisht ka dhe fjalët më të bukura që i zgjedh poeti për kryetarin tonë. Vushtria nuk u zgjodh rastësisht, edhe për arsye se ajo është ndër qytetet më të lashta dhe në mbrendinë e vet ruan historinë e lashtë dhe të re. Ajo sot në gur themelet e saj, në urën simbolike, në kalan, e ruan këtë lartësi për të treguar në anën tjetër se po ecë drejt zhvillimit. Dhe kjo është gjithashtu një mesazh i madh se Kosova nuk ka kohë të pret. Ajo don të zhvillohet. Kujtoj se pikrisht është ky moment që së bashku të ndëgjojmë jo fjalimet tona, por të ndëgjojmë fjalën e Krijuesit për cilin jemi mbledh. Mirë se erdhe vëlla në Kosovë, mirë se erdhe në vushtrinë e lashtë dhe të re. Faleminderit. E kur jemi tek letërsia dhe gjuha jonë shqipe e bukur, me kënaqësi mi presim në skenë artistët tanë, zotrin Bedri Selmani me poezin Ngrihu President dhe Tuana Grabovcin me poezin Mendjartë që flet me breza. Përshëndetje për të gjithë, përshëndes Nikoqirin, kryetarin e komunës, vllaun me plot gojë e shpirt, siç e tha zonja Lovina, Namik Selmani. Unë jam Bedri Selmani Mitrovicës. Selmani na lidh me shkronja e me mbiemën, po nuk është ajo lidhja e fortë. Lidhja e fortë është që kemi një gjak, një gjuhë dhe na përcjellin traditat tona shqiptare, surse dhe juve të gjithë, e në këtë rast me vllaun Çan, i lindur në një katun afër Sarandës. E përshëndes. Është krijues, siç thash, të ka lidhur thjesht shkrimi i Namikut, vllaut, edhe leximi që kom mujt pak a shumë me përcjell veprën e tij, të cilat edhe i keni këtu kush është interesuar për librat që i ka përdua, dikon 70 vepra i ka të botume, parafërsisht nëse s'gaboj. Unë do të lexoj një vjesh nga Edona Erizi Aliti e Vitis, Buzëqeshi dritës. Të bën lutje sot adheu, të ngrihesh nga varri, president. Falja bre Kosovës edhe një ëndër në kratë që ja kishin këputur. Falja qiellit të kaltër të mëmdhejut atë buzëqeshje të argjend. Me zemrën me dritë dielli
për popullin atë shumë të përvujtur. Ngrije kokën bacë, të shash lullet që jam mbolla dheut me mamë. Preke lirin, ta ndjesh këtë flad blerimin e Kosovë me tokë të shenjtë. Se ti mban emrin Gandë, e Gandë gjithmonë betet gjallë, a dheu të thret, me zërin drithron, ngrihu të lutëm, president. Kosovës së përgjakur po i busqeshin pranvera që i kishe kërkuar, ngrije dorën dhe prekja letësuese faqen e tokës së lotën. Dëgjëje vetëm një herë brohëritjen e fëmijëve të lumturuar, ti fle, por dëgjo urdhrat e dheun që çdo ditë të bekon. Ty rilindasi shekullit 20. Faleminderit. Për ty kokën ul Kosova, me ndere me dashuri, bashkë në porta ku thret bota, emri yt sjell krenari. Fjalë ëmbël, mendje artë, miki shkronjë si lavdis. Ty të keshim pritar në krejtull të historisë. Për ty shkronja s'faron korr, flet me breza, flet me vite. Ty të keshim si flamur në përviset me gjëmime. Aty flet Prishtinë e kuqe, se urtin nuk e tret koha. Fjala jote u bëllule, që nuk vyshqet në përshqota. Ti na solle pram bashkimin, bashkë si bëri Skënderbeu, prag më prag e zgjojmë kujtimin, puthim plisat e mëmëdheut. Falenderojmë artistët tanë për interpretimet. E tani do të vazhdojmë me një këngë për Hasan Prishtinën, të cilën do ta interpretoj solisti ynë Fazli Rashica. Për ty i fali, asa shumë të ka munguar, tash më bronz është përjetësuar, këmbë kryt bashku do të rrina, mirë se erdhe, o Hasan Prishtina, këmbë kryt bashku do të rrina, mirë se erdhe.
Faleminderit zotri Rashisa për paraqitjen tuaj. Duke ardhur te thelbi I këtij përurimi, kam nderin dhe kënaqësinë të ftoj autorin e librit, zotrin Namik Selmani, që të ndajë me ne frymëzimin dhe mesazhin e këtij libri. Përshëndetje. I nderuar zoti kryetar. Nëse do më shohësh një pikë lot në sytë e mi, më fal. Burrat nuk qajnë. Po gëzimi të nxjerr pikën e lotit. Është një lot që nxjerr mirënjohja. Mirënjohje e cila nuk paguhet me flori, as me kariket e pushtetit, as me tribunët e zbukuruar dhe me dritat fuqishme. Është mirënjohje që hap një portë vushtrie të një qyteti ku ka shumë histori, ka shumë krenari, ka shumë dhimbje, ka shumë shpresë, po dhe ka shumë dashuri për njerëzit, për tokën, për atë që kemi kaluar dhe për atë që do të prekim në të ardhmen. E nderuar zonja Bonjaku, e nderuar zoti Adnan Merovci, kur tribunet e historisë e vinin në provë presidentin, kishin një tribun tjetër, të padukshme, të heshtur, po ka që fuqishme se fjallë e presidentit. Edhe unë do thuaj që një pjesë e lavdisë ti, e shëndetit të ti, e mendimit të ti, ju përket dhe juve. Dhe unë ndjem po ka që lumtur sa ju kam në krah. E nderuar zonjë Brovina, diku në përmetin e të ndafileve, të eleve bariut, të freshullimeve, jemi takuar dhe aty këni qarë për qamrin time. Sot më vjen mua radhë të qaj nga gëzimi, që ju kam përsëri bashkë. I nderuari Ismail Qemali, një portretje historie që në bën po kaq krenar që ju kemi mes nesh dhe që jeni pjesë e një kalaje modeste për Ibrahim Rrugovën. Një kala, qoftë dhe kalaje vushtrisë, është pak e çuditshme që një komp si ne, edhe në Bashtov, dikush ka ju mund të shkruar në Bashtov ka vajzë, ku është një breg deti, s'ka asnjë gur të ngrem një kala. Nuk e di se do thoni të huaj, që në një kala mund të ngrem një kala në Kruj, mund të ngrem një kala në Dibër, në Mat, po jo në Bashtov. Ndoshta për nga përqindja jemi vendi që kemi më shumë kala. Një kala mund të mos rezohet nëse I hedh një gur, kjo kala e vushtrisë. Por nëse vë një gur më shumë, ajo bëhet më e fortë. Unë shpresoj që kam vënë një gur më shumë në kalën e kujtesës, jo thjesht Ibrahim Rrugovës, po të një historie të vërtetë. Gjithmonë ditët e promovimeve kanë qenë dhe mbeten festa të vogla, festa të bukura, festa libri, festa shkronjësh. Kemi qenë të uritur për liri, po jo më pak se për shkronjë. Mbaj mend në grupin e 78 librave të botuara, një pjesë të madhe të tyre unë kam kushtuar Kosovës. Unë vi nga Çambëria dhe ajo pjesa gjakut, cilët e tha profesor Bedriu, është një thirrje e fuqishme, një thirrje që nuk ka nevojë për kontrata, për marrëveshje, për tendera. Nuk ka nevojë, është një tender që njeriu e vë brenda vetes. Diku në Gjakov kam promovuar librin Borxhi I Podrimis, salli ishte mbushur plot. Edhe unë për të përkëdhelur me veten, a kanë ardhur për mua thash këto? A kanë ardhur për Podrimin? Në të vërtetë e ndjeva mirë sepse ne po përtrije një autor tashmë të njohur. Dhe këngëtar Shaban Krasniqi ka një këngë unë Birit me cilët njësohet në shumë skena të botës. Pak më vonë promovova librin O Kemalli për Gjakovën. Jeta atje kisha emocione. Diku në Podujev isha ftuar për të promovuar një libër Legjenda Majaci. Majaci, kjo se dikush besoj se I përket historisë të futbollit, por babai I tij kishte lindur në Podujev, në një fshat që quhet Majaci. Edhe shkova me një grup nga Shqipëria, natyrisht me librat, me kënaqësi se po shkonin të promovon një libër. Ishte diçka e bukur. Nuk është si sot sekretari, por çdo shtëpi fshati I Majacit kishte nxjerrë nga një burr. Dhe gjithë burrat kishin dalë në hyrje të pallatit, unë nuk e mbaj me çfarë u tha, po të shikoje se si njerëzit jepnin dorën, tha, zotrina ke sjell Majacin. Majaci kishte vdekur dhe për fatin e tij të keq ai nuk e kishte prekur për arsye të regjimit fshatin e babait të tij. Dhe merri mirë që
unë kisha ngritur një lloj ure, një ure mes Menjemajaci dhe mes Podojevës. Megjithatë të jemi sinqert, emocioni kësaj dite nuk e mas me as Gjakovën, as me Podojevën. Dhe për këtë edhe kryetarët përsi do t'i thuaj faleminderit. Kam mbi 20 vjet që punoj me këtë libër. Në momentin 20 janar botova një skic Dhimbja e Lokemallës. Ishte një, nuk dua ta lexoj këtu, sepse duhet të nxjerr pjesën më optimiste. Me kalimin e kohës e latova, secili për ju ndoshta dikush nga ju është bujq se jemi gjithë qytetar, po ai bujqi kur merret kazmën, me kalimin e vitet ai bishti kazmës latohet shumë, ai se nga jetër është qetë nga dora. Dhe më duhet ta latoja fort Ibrahim Rrugovën. Dhe nga larg kontakti që bëra me shumë miq, mua më duket të më fali zoti Meroci, meqense jetoj për arsye praktike ka marrë me shumë miq të Amerikës. Ka marrë pjesën amerikane, ku, siç dihet nga historia, zoti Rrugova ka pas një aktivitet mjaft të madh diplomatik. Dhe më vjen që jam munduar të hedh pak dritë më shumë në këtë pjesën amerikane të Ibrahim Rrugovës. Shumë djemë dhe vajza që kanë lindur në vitin 2006 e këtej janë bërë 20 vjeçar. 20 vjeçar ka marrë shkollën mesme. Dhe normalisht ai kërkon një libër jo akademik, sepse ndoshta se ka dhe kualifikimin për ta studiuar në plan akademik, po ai kërkon një libër të shkollës, një libër të njohur, të njohë mbresët, të njohë veprën, të njohë biografinë. Dhe ne më duket jo vetëm për Rrugovën, por edhe për autorë të tjerë, për personazhe të tjerë na mungon libra të tillë. Dhe mendoj se një nga objektet e këtij libri ishte pikërisht ky motiv, për që të krijoj një libër që të shërbente një masë të madhe njerëzish, kryesisht nga të rinj. Për shembull sot shumica e njerëzve mos them gjithë jemi gjithë thënë bardhë. Do ishte mirë që të kishte një grup nga shkolla mesme, të dëgjonin edhe ti dëgjonin. Ne kemi nevojë për simbolet e kombit ton dhe për frymën që përcjellen breza. Mes këtyre simboleve është dhe legjendari Ibrahim Rrugova. E kërkojnë këtë gjë mërgjimtarët tanë, që janë tashmë një zë i fuqishëm, jo vetëm në planin financiar, por edhe në të ndihmën që japin kombit të tyre edhe me atë frymë që duhet të rriten ata. Bashkë me gjuhën e bekuar të baballarëve, të nënave, të gjyshëve, le të jenë ata tavolinat e tyre në këto tavolinë të këtë botimit sa më shumë për shkollat e Kosovës dhe për bashkë Shqipëri. Libri që po paraqes sot nuk është vetëm pjesa e jetës së Rrugovës, por është pjesa ndritur e Kosovës, e historisë së saj. Ne kërnohemi dhe përulemi para sakrificës së dëshmuarve të Kosovës, që na sollën liri, por jo më pak ne përulemi dhe procesi që drejtuan ata, e frymëzuan ata dhe sot janë modelet më të mira për të ndjekur në breza. Homashi për të paharuarin Ibrahim Rrugova nuk i përket vetëm asaj dite ku ai lindë në Istogën e bukur, në Istogën që mund quhet zemra e Kosovës, por edhe Vushtrisë, edhe Mitrovicës. Ai nuk i përket vetëm asaj dite kur nda nga jeta atëherë kur e donim kaq shumë. Atëherë kur donim më shumë idetë e tij, që të ishim bashkë në rrugën që kishte marrë Kosova, si komandant, si shok, që nuk të las një në bardh. Në atë rrugë kishte kaq qendra lirie, në atë rrugë kishte gjak, dhe ne po ecnim në një udhë që rrallë kombe kanë pasur kaq të gjatë, kaq të lavdishme, kaq sakrifikuese. E kur shohim sot atë në Dardaninë e Kosovës, apo dhe në pushtri, na duket se jemi përpara një gjë të pazakonshme. Dhe është vështirë të mendosh se po të shkosh në Prishtinë, nuk do të bësh një foto të varrit për mendoria e tij. Ashtu siç bëjnë studentët e mbar botës kur vinë në Harvard. Është një rregull që në Harvard, në Boston ku jam, të gjithë studentët që vinë para se të bëjnë fotografi e përgëdhelin këpucën. Dhe nëse dikush ka shkuar, ajo këpucë gati ka ikur, është prej skulpture, është zbutur fare sepse është traditë që prekin këpucën. Edhe Rrugova pra do t'i preksh më shumë se sa këpucën e tij. Rrugova na mësoi se toka e Kosovës, që rrit dhe lulëzon, është shpirti një kombi. Si një komb si yni që ka këngë për dëshmorët, ka këngë për shkollat, i duhet të ketë një kujtesë për Rrugovën. Tani po, për të mos e zgjatëm me fjalën, do të recitoj një poezi për Rrugovën. Përjetësia e Ibrahim Rrugovës. Lulen e fundit të trollit, mbi varrin tënd do ta vaj Ibrahim Rrugova. Në tasmën e nipit do zgjoj qiell dhe drur dhe. E migull dhe theqafes do ma zër shtegun,
e s'to më thaj fjallën e mentarit. Me zvellës së barotit, një farë më shumë, kur Herbert do të mbjellë. Në odën e urtisë tënde ku plumbat e ziku vendonin me natën, me lugatin, akoma ofilisje më i ri i Kosovës duhet të dërgoj fjallën e urtë, pa shëdhimbën e trollit, dhe lotin që më qëgon thellë gjokësit e shtarë, bekona pra bukën e lume, e uratën që të ka zënë baca ukë, e syrin e bukur, atë sy të djellët, mos në mbyllë në natën e heruar, mos në thaj bre atë det mallit i ku në Kaçanik, në Vushtri, në Mitrovic, në Prekaz. E derën e Kullës, kanat më kanat lera hapur, se udha ka prap miq të vonuar, e brasët të lëruar lere për të mbjellur kuqe në çdo janar. E zgjonagur, ku sezonet e shtëngatat s'na ndalin që s'na ndalin rrezet, e urona bac, në tudh ku na pret një nën tek djepi më i ri, një terë të lahutës, nga mot lëre të nderur, si një bajrak fladitur nga era e Dardanisë së shenjtë. Ja kujtona amanetin e fundit, se do t'jap pranverës që zgjon logun në shtordin. E fjallën, e librin lëre të hapur bre, në fletët dhe në tavolina. Hej, nësa dasma do t'a presim si dhëndër lirije as si krushk të vënuar. Hapin e menduar më bëj halal, si një detë Kosove më pas ka ardhur i tëri tek fjala, e plisi bardh, më pas ka bërë lodritar, valltar, fëmijë, ai bujk i papërtuar. E në zjarret e Rrugovës, në zjarret e Vushtrisë, u djeg shajtëri, me shpirt, me sy, me këngë. Ta rizjoj Ibrahim Rrugovën e të shoh se si e fladit shallin në qiell shqiptarie. Dhe t'jepin e fshehur, me shkëmbinjve të morranëve, a me zdeu të rënd, një nullë më të re, do t'a vësin shtëllum pa vdekësia. E në palcën e trojve të istogut, 1000 dije ta hidhin vello dritë si mbar Kosova. Po ku ta gjej? Më thoni bre, më thoni ku ta gjej një pëllëm bjeshke e monumentin të ringrej sërish me gur bedenësh dhe kullash. Hej, binjak i Andrës, spirancë detit të dhimbjes, baci Ibrahim Rrugova, ta marim së toku të nesmen, e të bëllirën me pëllëm, me gjoks, kujtes dhe kreni burash. Të mbyllen krahët e rrethimit, të mbyllet haresa, se vjen presidenti nga burimit e shtijat e sharit. Banëroja i, bashkë në kullë të Vushtrisë, kalor si trokzjari kullës më tepër se një derë safe, e vetëtimet e janarvet le të ndalen, pa u trembur, kënd dhe qerpik, pa u trembur që pa, ani pse udhët, dashkan, të na qërërojnë dhe guret, të na i kallin me përgjaki. E kam gëdhirë mëngjesin pranë Vushtrisë. Se cili për neshta që Vushtria është Vushtria për pjekës, e historisë, e asan Prishtinës, e Kalas. Në të thoj që Vushtria është hambari lirikës. Gatimisht. Në librin tim, është një libër që jam shqiptar në trojtë e mia. Nëse se cili bëhet një lloj testi që këtu kam poezi për Kaçanikun, për Pogadesin, për Krujen, për Dibrën, për gjithë qytetet shqiptarisë. Do thot dikush, po për Vushtrinë, a ke zotri, që po në shet ka shumë. I tash kemi një poezi të bukur për Vushtrinë, takimet e bukura të Vushtrisë. Kjo është një përshëndetje, edhe një tjetër për gjithë pjesëmarrësit, edhe një tjetër për zotin kryetar që na hapi derën, dhe në mënyrë të veçantë, e lash pak në fund, për nuk di çfarë dekorat kryetari mund t'japi mirënjohje, por nuk di çfarë mirënjohje që jap Faslira Shicës dhe Shapan Kresnikit, të cilët janë treguar që prej disa muajsh shumë të gatshëm për të më ndihmuar dhe për të ardhur mes jush. O Vushtri e bukur që më jep lule dhe rreze të kaltra.
Unë lumturohem ku në të hedh hapin e parë të ditës. Agimeve më jep në flok dhe në zemë rrezet e arta, e po jep në sy katrinën e dritës. Ti vushtri më jep një fjongo kalerore dhe kuqilore. Në kalanën tënde herindu bëhem vët kishtjellarë. Në kafenetët tua marr më shumë hire, e në muzet e shumta bëhem rrëfimtar. Këtu në vushtri mu shpërthinë ca vulkane mirësie, e vargut jap ca ngjyra të vëna në gjerdan. E këtu marr një vushtri si një det lumturie për të ngritur një tjetër urë të fortë, të lartë. O vushtri qati kuqe, që vjen në gjumin e netvet, më shëron plagët si dhurat kaj të dëshiruar. Këtu dua të pres kahmot agimet me monologun e vetvetes e të mbaj bashkë me ju shport të nesme në flatuar. Unë i hap dyert e kujtesës e për hir do t'i hap në vicjanën e lashtë. Nga sitnica do marrë një fjongo për vajzët që rriten, e në urën e gurit do të kujtoj me madh gjyshit si një bardh, e në çdo cep të botës ndjej kahmot për të rritje. Më falë për këtë. Nëse ka ndonjë pyetje për librin, mund ta shoh. Ju falenderoj. Faleminderit zotri Selmani për fjalën dhe kontributin tuaj. Në vazhdim, ftoj kryetarin e komunës që të ngjitet edhe një herë në skenë për të ndarë një mirënjohje të veçantë dhe një dhuratë simbolike me motivacionin për kontributin e çmuar në publicistikë dhe letërsi, e në veçanti për botimin e librit kushtuar figurës së ndritur të Dr. Ibrahim Rugovës, duke ruajtur dhe promovuar vlerat kombëtare historike të vendit tonë. Ftoj zotrin Namik Selmani që të pranojë mirënjohjen. Urime dhe njerë zotri Selmani, e juve të nderuar pranishëm, duke e ju falenderuar për pranin dhe vëmendjen tuaj gjatë kësaj ngjarje të veçantë, kushtuar figurës së presidentit historik Ibrahim Rugova dhe promovimit të librit të autorit Namik Selmani, më lejoni që në emër të kryetarit të komunës, të këshillit organizues dhe të autorit t'ju shpreh mirënjohjen më të sinqertë për pjesëmarrjen tuaj. Mirupafshim në takimet e radhës.